Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi këtë të shtunë rëndësinë e grave në politikë dhe përkushtimin e Partisë Demokratike për të hapur më shumë vende drejtuese për to. Ai njoftoi se në zgjedhjet e fundit të degëve, numri i grave kryetare ka arritur rekord dhe ato kanë fituar besimin e antarësisë. Roli i grave është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i tillë ai është dhe në Partinë Demokratike. Por hapja e Partisë Demokratike ju siguroj se do jetë një nga qëndrimet më të vendosura dhe më të palkundura të mijat dhe të Partisë Demokratike. Pra, do bëjmë gjithçka që sa më shumë vajza, zonja të marrin vendet më të rëndësishme. Kam kënaqësi t'u informoj se në këto zgjedhje për të degëve të Partisë Demokratike për kryetar kanë dalë më shumë se kur ndonjëherë zonja të nderuara në krye të këtyre degëve dhe kanë fituar besimin e merituar të antarësisë. Për sa i përket pensionistëve dhe invalidëve, Berisha kritikoi qeverinë aktuale për pensionet e ulta dhe theksoi se Partia Demokratike do të rrisë pensionet dhe pagat e ulta, duke synuar që shqiptarët të jenë mbi zonën e varfërisë dhe të arrijnë standardet e vendeve të tjera në rajon. Janë në gjendje mjerimi, qoftë pensionistët, qoftë invalidët. Pensionet e tyre janë cinike, qesharake. Një pjesë e madhe e tyre detyrohen të mbledhin kanaçe, se s'blejnë dot ilaçe. Të tjerë të presin ndihmat që u vijnë nga jashtë. E theksova edhe një herë, akti i parë nuk do ketë shqiptar në 200 euro. Çka do të thotë shqiptarët jashtë zonës së rrezikut të varfërisë. Së dyti, nis vrapi i rritjes së pensioneve dhe rrogave të ulta, mbasi në qoftë se vazhdonte trendi viteve 2005-2013, ato duhet ishin sot minimumi 3 herë më të larta. Ai tha se qeveria e ardhshme do të fokusohet tek shërbimi për qytetarët, transformimi i shkollës, shfrytëzimi i pasurive natyrore në dobi të shqiptarëve dhe krijimi i mundësive për të rinjt që ata të mos largohen nga vendi. Berisha nënvizoi gjithashtu se rikthimi i garës së ndershme dhe zbatimi i ligjit do të sjellë një kthes të madhe në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë.